Mirëmëngjes si Flonza. Fillimisht po du me ta bëni një pyetje, kush është producentja sot? Sot e kemi producenten më të re, Elirën. Pse ka ndonjë arsye kjo? Edhe kemi redaktorën Resimen, e cila është si zakonisht e përkushtuar në mbarvajtjen e programit mëngjesit. Set të fotografive. Kjo kelo është përblyse, ke fitu një set fotografive artistike prej Arbrit. O, faleminderit shumë. Kjo, pyetja ka qenë shumë e vështirë. Sot pra, qyshe paralajmërove, apo? Sot e kemi Arbrin, Musafer Arbri ka qenë pjesëmarrës me një summit fotografisë, një summit ndërkombëtar që për herë të parë është mbajtur në Ballkan dhe ka marrë vendin e parë. Arbër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Apo na fol pak për këtë garë, çfarë karakteri ka pas, çysh ke një për këtë organizim, çysh ke arrit? Po fillimisht unë e kom pa në Facebook, e kanë shpërndar disa kolegë. Dhe ju më interesu, dhe kam apliku, ka qenë më apliku, dhe është nëbajt me 11 prill, dhe më thonë, summiti i parë ndërkombëtar në Ballkan, i fotografisë. Ku e kom marrë, dhe më thonë, vendin e parë, shpërblim me çmimin e parë. Kjo është majtë Maqedoni? Maqedoni, po. Arsyeja pse është majtë Maqedoni është për shkak se në kam bisedu me ata kam pyet pse. Më kanë tregu se për shkak që neutralitetit. Si vend neutral për shkak situatës politike. Arbër ti mirë shkoja moti me fotografi. Me fotografi realisht unë nuk e mojnë me, se ton kohën, ton jetën të me aparandor kom lej. Mirë po si biznes, kam fillu që 3 vite gjys. Që edhe se mojnë men kër ju martu se i vogëllin. Që është të përthuti. Mirë, ku bënë fotografi ma shumë? Qysh i bënë? Ma shumë i preferoj në ambient hapën, sidomos kër kemë photoshooting me qifte, ma shumë i preferoj në ambient hapën, dërsa kër t'jem pyetje për artistike në ambient bjydë. Fotografia, folna pak për fotografien, është një nuse? Fotografia ka qenë, në fotografi faktikisht ka qenë një nusë nga Gjakova, që qenë martu, ka qenë darsëm për një me, nuk ka qenë modele, ka në ardhë prej Gjakovës në Gjilan, me bo photoshooting, edhe përse në datë shumë të knaqin. I ka shpërblim muni që kanë bëja rrugë e gjatë. Po, që që ke përzgjedhë që fotografia? Ke qunë një set fotografive? Jo, vetëm një foto. Tema ka qenë një person në foto. Një person në foto, të ashtë i ke mujtë me quë, për shambull, një modele, fashion, normal, aplikimin ke bo online. Po, online. Përveç këtyne fotografive që të është bo modë për darsma, fotografia artistike, për shambull, artistave, këptarve, sportistave, apo ke rast një bo për album? Po, kemë sidomos të në Gjilan këgja shumë, po kisha pas qef me vequ aktorin e famshëm, që ja kom bo me gjithë qef një photoshooting shumë interesant dhe shumë të mirë, Jashar Shahiqit, që në dhe përshëndes shumë, që në unë e që ikone Gjilanit, ja kom bo një set shumë interesant, shumë artistik, një ndryqim pak më ndryshe, dhe i ka pëlqy shumë. Mirë, Flonza e fitoj një set fotografi artistike. One, pse jo? Jo, edhe të jam të veç një foto. Jo një set. Pro këtë dërprej bisede. Arbër, e ke studion këtu në Gjilan? Po, kem studion. Punojmë edhe në studio. E një ekipe madhe? Zakonisht, unë ma shumë punën te me fokusoj, du më thonë, me qifte, ku ka darsma reale, edhe studio më bjenë shumë pak me punu, shumë pak me modele, dhe herë ku kam në modele, se kam edhe nusën, grujen, kam grimere, make-up artist, cila më ndihmon shumë, kur të kam diçka me bo për modele, diçka në studio, që ka të bëj ma shumë me portrete, kur të kam nëjtë provim, me dhonë për portrete, o zakonisht e shvizoj studion.
Je marrë me muzikë, me rock muzikë. A ke fillu me bollë videospota vetëm fotografi? Jo, vetëm fotografi. Kom qef me profesionalizu vetëm fotografi. Është një fjallë u që thonë shtri komë sa ki jargonin. A ke me pas në i garë ma të frikshme të ashtë? Nuk e di, mirë po juria cila ka qenë, do të thonë juri ndërkombëtare prej 12 shteteve përbërë, më ka dhënë dritën e gjalbër, që thonë dritën jeshile, për me shku në garat evropiane dhe botërore. Kështu që tash jam të përgatitur, më thonë, për një diçka këtë tjetër, ma kanë ndryshu komplet konceptin e fotografisë, ma ka dhënë një vetë besim, me thonë se nuk e kumë besu. Ka qenë gare fort, nuk kumë besu që se janë ndajë 7 qmime. Vile kumë prit ka i 7 ose i 6 që aty me hilikon. Po kanë dhënë fjallë shumë të mira, komplimente shumë të mira, që ka u fitu fote arsye që u fitu fote o konë për shka kreativitetit. Fote ka qenë kreative, u vlerësu detaje prej 12 personave të jurisë, ku 3 janë në përbërje të jurisë botërore, ku zgjedhës fotografia më mirë botë, ata kanë qenë prezentatorë dhe kam vlerësu fotën të me pikë maksimale. Kështu që më ka bu mundi diçka shumë krenare, për të vlerëson një juri me kalibrit botëror. Arbër, faleminderit që ishe në programin Mëngjesit në televizionin Kosovës. Faleminderit për të jashtërën. Suksese. Faleminderit. Garat e ardhshme. Faleminderit. Edhe të evropiane dhe botërore. Faleminderit shumë. Shpresoj që s'do të zhgënjej. Flamuri i Kosovës do të valoj. Jepi Arbër, jepi. Flanë Zakash për këtë lidhje prej Gjilanit, faleminderit shumë, gjithat mirat.